Kryeministri Edi Rama ka mbajtur një fjalim në Kolegjin e Evropës në Bruzh pas takimit në Bruksel me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos për hapjen e 4 kapitujve të negociatave për integrimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se Shqipëria në kohën e komunizmit ka qenë si një papafingo e kontinentit, por sot ajo është më afër Evropës dhe pasqyrjes së negociatave të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se Shqipëria ka ecur përpara duke modernizuar transportin, dhe gjithashtu vendi më i vizituar në rajon me 12 milion banor. Kreu i qeverisë theksoi se integrimi në Bashkimin Evropian është një nevojë e dyanshme dhe se Shqipëria është më gati se kurrë dhe se Evropa duhet të dëgjojë thirrjen e saj. Shpesh kaotik e madje dhe tragjik. Skema piramidale që ranë mijëra të vdekur në kryengritje për kursime që kishin shkuar dëm. Një diktaturë mund të shembet edhe brenda javësh. Po demokracia, institucionet, shteti i së drejtës, kërkojnë dekada. Nuk do të harroj kur një episod me Jusuf Vrionin, një aristokrat shqiptar, një prej mendjeve më të kulturuara që kam takuar në jetën time, një përkthyes kozmopolit Ismail Kadares në Francë, që kaloi vite të tëra në kurd nën komunizëm. Ai ishte një mik i mirë, ishte privilegj ta njihje. Në vitin që pasoi fundin e komunizmit, i thash, në një prej bisedave tona, Jusuf, pse nuk dukesh i lumtur që demokracia ka ardhur në Shqipëri, dhe ai më pa dhe nënqeshi. Jo, demokracia ende nuk ka ardhur në Shqipëri. Liria po, dhe jam i lumtur sigurisht që e jetoj në këtë moshë time të thyer e mos fundit kem të drejtën të votoj, ndërkohë që shumë nga shokët e mi vdiqën, disa në burg, disa të poshtëruar pa e parë një gjë të tillë. Unë jam fatlum, thaj, po demokracia është më shumë se sa liria, është shteti i drejtës. Kështu që shpresoj, shtoj ai që kur të vish në moshën time, do të kesh fatin të shohësh demokracinë të funksionoj. Më shkon shpesh mendja te Jusufi. Kishte të drejtë. Dhe fal Zotit, ekziston BE-ja. Pa BE-n, mund ishim ende duke pritur për qindra vite për të ndërtuar institucione, shtetin e së drejtës dhe për ta bërë demokracinë të funksionojë. Ky është një bekim që ne në Shqipëri dhe në rajone kemi. Të tjerë si në Irak, Afganistan apo Gjetk, ku ne shkuam të përhapim fjalën e mbrosur të demokracisë nuk e kishin. Sepse BE-ja nuk është vetëm një bashkim ekonomish. Është makineria më e sofistikuar e transferimit të dijeve për ndërtimin e institucioneve demokratike që ka krijuar ndonjëherë njeriu. Ja pse me çdo kusht duhet qëndruar me BE-n përmes dëshpërimeve, vonesave, buzëqeshjeve të ngrira e mbledhjeve të ftohta akull e ndonjëherë edhe poshtëruese, ne nuk hoqëm dorë derisa u bën më të ngrohta, më të parashikueshme, pa asnjë vonesë. Dhe është e trisht të mendosh pse. Fal Vladimir Vladimirovich Putinit. Come to normal in that front and the cold hits again in our front, we will keep going. Nëse gjërat kthehen në normalitet në frontin e tyre dhe do të bëhen të ftohta në frontin ton, ne do të vazhdojmë sepse alternativa nuk është një union tjetër, është asnjë bashkim, është asnjë dalje. Dhe historia na ka mësuar që jashtë Europës
kombet e vogla Yes, I know these are shndrohen në not the prek. best days for democratic Po, Europe e di. and for the EU itself. Kto nuk janë ditët më të War mira has its për Europën returns. demokratike e për vetë With BE. Russia's brutal aggression Lufta është against kthyer Ukraine. me agresionin mizor Global të Rusisë në competition is Ukrainë. undermining Europe's Konkurenca economic globale and po technological minon leadership. udhëheqjen ekonomike Climate e change teknologjike is të no longer Europës, a ndryshimi i prophecy, it is a klimës fire nuk është më already një burning. profeci, por The tashmë forests zjarr of që Europe po and flooding the djeg streets of Europe. pyet Europës dhe po Polarization and përmbyt rrugët e Europës. disinformation corrode Polarizimi the very e keq oxygen of informimi democracy trust. gryejnë vetë oksigjenin rules-based e order is mocked openly demokracisë, që është From besimi. every corner. Rendi i pasuar në And rregulla për qeshet once the hapur sacred promise në of çdo cep. coexistence today E rendi breaks through shumë palë respirator. është dikur premtim i shenjtë i world bashkë we live in. ekzistencës. And in this world, standing sot idle me is not frym an option. përmes një respiratori. Unity Kjo është bota në cilën is not a jetojmë. luxury. E në këtë It botë, is të survival. rishduar kryq nuk është As alternativë. Václav Havel Bashkimi said, nuk the është salvation luks, of është mbijetesë. this human world lies Siç thoshte nowhere else Václav than in the human Havel. heart. Shpëtimi The same applies to i Europe. kësaj bote njerëzore Its salvation zgjendet askund përveç se në zemrën njerëzore. heart. Dhe kështu është edhe për Europën, And shpëtimi i saj its heart qëndet can në carry zemrën on e saj. only through unity. Dhe zemra e saj mund And të here, rrah let me vetëm be përmes bashkimit. a bit provocative. Dhe këtu më lejoni Russia të goes to war to take bëj Ukraine. pak provokuesin. Ukraine asks Rusia to be shkon në taken luftë only për të marrë Ukrainën. by Europe. Ukraina And Europe kërkon says you are not ready for të us. merret vetëm nga Europa dhe How Europa absurd thot is this? nuk jeni gati për ne. And take Sa absurde security. është kjo. An E le të marrim incomplete sigurim. Europe. Një Europë invites threats. e pa plot ndjell rreziqe. Take prosperity. Të Enlargement marrim grows prosperitetin, markets. zgjerimi Bolsters supply shton chains. tregjet, fuqizon Drives innovation. zinxhirët e furnizimit, contrary nxit inovacionin. Does E kundërta exactly the contrary.